në këtë takim u dëshmua ajo që LDK-ja kishte thënë gjithherë, që në Kosovë, sipas rezultatit zgjedhor të nënshkurtit, nuk ka shumicë parlamentare. Dhe pikërisht ky është deklarimi i 52 përfaqësuesve të 52 deputetëve shqiptarë, që praktikisht janë shumica shqiptare, që në rrethanat e tanishme, në konstelacionin e tanishëm politik, nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht afatet kushtetuese na detyrojnë të shkojmë drejt fatkeqësisht zgjedhjeve të reja. Ironikisht, në këtë takim u përmend shumë më shpesh qeveria e unitetit e qeveria e tranzicionit, si mundësi për të kaluar disa prej çështjeve urgjente. Ju kujtoj se para disa kohe kur LDK-ja kishte propozuar këtë ide, ishte përqeshur edhe në përmbajtje edhe në titull dhe në emërim. Tani kërkohet një fazë kalimtare për krizë, por është e pamundur. Sa më parë që organizojmë zgjedhjet, e shmangim krizat eventuale që vijnë në potencialisht në Republikën e Kosovës. Nga kush përmend qeveria unitetit? Nga të gjithë, nga pak. Tani, shqetësoni, flitej për unitet, për tranzicion, për zgjidhje të krizës, pra flitej për konceptin e kalimit të çështjeve që ne i kishim paraqitur në atë 15 pekësh.